Erdhi dita, jo 14 shkurti 2021 i ngjitjes së vetëvendosjes në pushtet, por dikush do të thoshte simbolika është e njëjtë. Një lajm i keq për Kosovën. Pas disa jave shpritje nën ankth në qendrat e aleatëve tregtar të Amerikës, bëriti dita e shpalljes së tarifave të ditës së çlirimit të presidentit amerikan Donald Trump. Dhe këto tarifa janë drastikisht të larta, edhe sipas standardeve të vet Donald Trump. For decades our country has been looted, pillaged, raped and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. Kështu arsyetoi Trumpi vendosjen e tarifave globale tregtare, derisa në mënyrë të çuditshme pretendoi se me këtë vendim është shmangur depresioni i madh ekonomik i Shteteve të Bashkuara. Trumpi rezervoi tarifat më të larta për vendet me të cilat SBA-ja shënon deficitin më të lartë tregtar si Kina, ndaj të cilës vendosi tarif prej 34% dhe BE-ja, mallrat e së cilës do të ngarkohen me taks 20%. Në mesin e 10 shteteve që pësuan është edhe Kosova, ndaj të cilës Trump shpalli tarif bazë prej 10%. Një tarif të njëjtë prej 10% e vendosi edhe ndaj Shqipërisë, ndërsa më rënd e pësuan Serbia, Bosnia dhe Maqedonia Veriut. Edhe pse ka suficit tregtar me Kosovën, SBA-ja i ka vendosur tarifën bazë prej 10%, por për shtetet me të cilat SBA-ja ka deficit tregtar, pra importon prej tyre më shumë se sa që eksporton, ekziston një formulë mbi të cilën janë shpallur tarifat. Që po a shpjegojmë qysh. Fillimisht është bërë llogaritja e deficitit tregtar të SBA-s me një vend të caktuar dhe kjo është pjesëtuar me shumën totale të eksporteve të atij vendi në SBA. Për shembull, me Bosnjën SBA-ja ka deficit tregtar në vlerë $115 milion, me importet e Bosnjës në SBA që kapin vlerën e $166 milion. 115 milion të deficitit është pjesëtuar me 166 milion të importeve. E rezultati del të jetë 0.69%. Pastaj ky 69% është pjesëtuar për 2 dhe përfundimi është 34%. Kjo është edhe tarifa që ka vendosur Trump për Bosnjën, pra 35%. Zyrtarët amerikanë kanë bërë të ditur se tarifa bazë prej 10% do të hyjë në fuqi më 5 prill, ndërsa tarifat reciproke do të hyjnë në fuqi pas një jave, me 9 prill.